E vrau, për një vend për të fjetur. Është një histori që ka ndodhur para 2 ditësh dhe unë doja ta u tregoja. Për të kuptuar se çfarë i mbetet njeriut. Dhe kur njeriu nuk ka asgjë, nuk ka frikë nga asgjë. Por pikërisht kur ka, nga ai moment fillon dhe e mendon një gjest përpara se ta bëj. Ndiqeni me kujdes dhe kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Përpara se ju tregoj këtë ngjarje vërtet të hidhur, doja t'ju pyesja juve. Pse shqiptarët janë kryesisht janë të egër dhe kanë këtë mënyrën e të përballur, qoftë në një diskutim, por edhe kur flet me dikë ose edhe kur zihet dikush, pra kanë këtë agresivitet. Pse? E keni menduar ndonjëherë? Tani po ja u tregoj unë, por në fund do t'ja u tregoj, përpara do t'ju tregoj këtë histori të këtij çifti që ka ndodhur këtu në Itali. Një i pastreh jeton ende në Verona. Dhe është i pastreh që prej vitit 2021 kur ndodhi ai problemi i madh. Ishte ndarë nga gruaja, kishte kohë që kishte probleme, por u nda nga gruaja pikërisht në vitin 2021. Mbeti në mes të 4 rrugëve dhe filloi që të jetonte në rrugë. Herë shkonte në këto karitaset dhe filloi që të ushqej në këto karitase. Bile i kishin dhënë një vend gjithmonë në Verona, i kishin dhënë një vend në një nga këto azilet. Mirë po, duke qenë i ri, sepse ishte 50 vjeç në atë kohë, 49 vjeç, menduan që t'ja linin vendin një më të madhi në moshë, sepse tashmë janë shtuar, pra të pastrehet. Dhe kështu që ju e dini shumë mirë që ata që janë më të rinj, mundohet shteti që t'i anashkaloj, pra të mbaj ata që janë më të vjetër. Dhe është logjike. Dhe ky zotëria shkonte në periferi të qytetit pranë Verona, në një urë, dhe aty flinte. Mirë po, në kohë vere, ai shkon pranë një plazhi. Dhe aty te ky plazhi gjendet pikërisht më aty ku u bë vrasja, gjendet një vend, një streh, si mund të quhet, një streh shumë nga këto të këtyre plazheve që kanë atë strehën e gjatë. Dhe duke qenë 7 metra, prafërsisht 6-7 metra me ato kolonat, është një vend me një fjalë i rehatshëm. Mirë po, aty kishte edhe të tjerë, pra ka dhe të tjerë. Kurse ky kishte kapur cepin dhe flinte aty gjithmonë në cep. Ka 2 vjet që në kohë vere flet gjithmonë aty. Dhe kësaj here ju ofroi një tjetër i pastreh. Ky i pastreh që ju ofroi kësaj here ishte italian dhe ky. Dhe kishte mbetur po thuaj se ka 6-7 muaj. Me fjalë kishte 6-7 muaj që flinte jashtë. Dhe meqense ishte një vend i ngrohtë aty pra anës plazhit, dhe për më tepër mendoj që duke qenë një vend i madh aty, sepse kishte edhe të tjerë, po kishte vend edhe për këtë, ai mendoi që aty mund të flinte. Dhe aty filloi zënkat. Jo ti po unë, jo ti po unë, mos hajde më nesër, i tha ky. Dhe sepse ky fjeti aty u zun atë mbrëmje, po pastaj ditën tjetër, kur shkoi sërish ky i tha mos hajde më. Dhe këtu filluan zënkat me thika. Dhe ai i riu që kishte ardhur, që ishte pak më i moshuar nga ky 52 vjeçari, pra nga ky që kishte kohë që ishte i pastreh, vdiq. Dhe ajo që të bën vërtet me një fjalë që të mendosh thellë për një histori të tillë, por për më shumë të prek sepse ku kemi arritur. Ju e keni vënë re që kohët e fundit edhe në Evropë, madje edhe në Itali janë shtuar të pastrehet. Dhe ky është një nga këto faktet. Dhe e kërkuan ai që ditën tjetër, pra sot, shkoi dhe u dorëzua në polici, duke thënë që isha unë që e bëra. Kur e pyetën që pse e bëre, përgjigjja e tij ishte sepse donte që të rrinte pranë meje. Nuk i tha që donte të më merrte vendin, jo, por donte që të rrinte pranë meje. Merrini me mend se ku ka arritur një njeriu. Por ajo që doja t'ju thosha është fakti akoma më. Dhe doja t'ju thosha, e dini se kush nuk e ka problem ose që nuk ka frikë, ai që s'ka për të humbur asgjë. Nuk ka çau mbet. Ai që është në mes rrugës nuk humbet asgjë. Kështu që ai mund të vritet me këdo, mund të vrasë edhe ty, nuk e ka problem, sepse nuk humbet gjë. Dhe tani le të flasim për shqiptarët. Pse shqiptarët? Sepse këtu doja ta lidhja me shqiptarët, jo sepse ne nuk
kemi asgjë dhe po është pikërisht ky fakti. Duke qenë njerëz që jemi lodhur, rrobtuar, kemi sakrifikuar, ne nuk e kemi problem ta humbasim dhe ta marrim përsëri. Dhe ky është problemi kryesor. Dhe jemi shumë agresiv për një gjë më të vogël. Por bëni kujdes, nëse jemi agresiv, nëse e shikoni, kush ka familje e mendon disa herë përpara se të bëjë një veprim. Pra, kush e bën një veprim ekstrem? E bën pikërisht një njeri që nuk ka çfarë humbet. Pra, ai që s'humbet, gjë që s'ka humbet, ai bën si për shembull këtë vrasjen që bëri ky zotëria. Sepse njerëzit kur nuk kanë çka humbasin, nuk e kanë problem. Nuk e kanë problem ta fillojnë dhe nga e para, si për shembull thash edhe për shqiptarët. Bile po ju tregoj një rast që më ka ndodhur personalisht. Para disa viteve isha me një gocë dhe ishim në makinë. Sa po kishim dal kohë dreke dhe kur njëri me makinë në semafor kaloi përpara me dhe u vendos aty. Pa, se çau kokën fare. Dhe bëm llafe. Jo tipo unë për pak dola nga makina. Shqyr që nuk dola sepse filloi të qante kjo vajza. Qarë mos na di, me një fjalë ishte prekse më shumë ajo që më tha vajza se sa ajo që po bëja. Ne më përpara ishte kështu, sepse ishte edhe koha atëre, ishim më të rinj dhe si që thash dhe më përpara, nuk e kishim problem ne. Mirë po sot, kur je më i qetë, më i zgjuar, sepse mosha e bën vetën, por për më tepër ke dhe familje, ke responsabilitet, pra ti e mendon disa herë. Pra sot ti e mendon 10 herë përpara se të bësh një gjest. Dhe në fakt, unë doja t'ju pyesja juve. Sa herë ju ka ndodhur juve që do të dëshironit ju ta vrisnit atë tjetrin, ose ta përplasnit në tokë? Sa herë ju ka ndodhur? Po thuaj se me 100 herë, jam i bindur, sepse shqiptarët e kanë këtë, e kanë në gen, por duhet patur kujdes, sepse në këtë rast, për shembull në këtë rast ky zotëria që ishte i pastre, tani vrau atë një tjetër të pastre që s'kishte asaj asgjë, vetëm donte një vend ku të flinte, asgjë tjetër, por ky do kalbet në burg, dhe aty disa do thonë që është më mirë atje në burg sepse diçka do haj. Nuk besoj. Nuk besoj që do jetë mirë, sepse nuk është burgu është burg, kurse natyra është natyrë dhe liria është liri. Kështu që bëni kujdes kur ke dikë përballë. I mat thoshte diçka dhe e mbaj mend sa do të dëshiroj që të ishte gjallë, sinqerisht. Më thoshte kujdes. Kur zihesh me dikë, numëro deri në 10. Jo deri në 3, numëro deri në 10. Pastaj merr vendimin tënd. Më ka ndodhur disa herë pas asaj herë që ju thash në semafor atje në atë semaforin në Rom me atë vajzën, që atëre e mendoj gjithmonë, sepse po të kishte dalë ai nga makina, ai mund të kishte edhe ndonjë gjë me vete. Mund të kishte ndonjë fik, ndonjë hekur, ose mund të ishte më i fortë se unë. Një grusht në tokë përplasë kokën, ike, aq. Pse? Për çfarë arsye? Vetëm se ti o unë, kot fare. Nuk jam vlen. Pra, doja t'ja u tregoja këtë, sepse 2 të pastre, që nuk kishin asgjë, donin vetëm që të flinin në një vend, uzun vetëm për një vend që në qoftë se s'do ishte këtu, do ishte atje, dhe do ishte gjallë sot, apo jo. Kështu që ndaj duhet patur kujdes. Ju çfarë mendimi keni për këtë ngjarje? Pres komentet tuaja. Lini një koment. Ju përqafoj.